Po mamaja sa e ka pension? Nga që dëshët që 7.000 lekë nuk ka shkuar. Sa të duhet ty në muaj që ti bësh një jetë të mirë në fshat? Sa duhet tani varet aty si po mos kesh halle gjëra më ndryshe, po kur ke halle gjëra shpenzimet janë larta. Po të kesh halle shëndetësore gjëra. Varet nuk e ke një tarifë. Ke dhënë para për babain kështu? Plot. Mjekve? Shumë fare. Ata nuk zinë me dorë fare, po mos të ke lekë, rishfet. Duke ty në i lepër, në i dishe. E kapën, thua? Nuk e mirë ndër. Diçka kanë kapër atje dhe. Ta sjellin? Ja. Azbi, më kënaqja shumë që të takova. Po mua ishe kënaqësi qerë. Ti ky bariu interesant, 34 vjeçar që e ke realizuar ëndrrën tënde. Ishte shumë e bukur kjo. Po të bëj unë për shembull ty ndonjë ftesë për të ardhur në Tiranë, për një vend pune. Ikën ti nga këtu? Ja, se besoj. Për të punuar në televizion, për shembull. Nuk e di se besoj. Për momentin jo. Unë dhe Azbiu jemi i bie i njëjti brez. Por dy persona të ndryshme. Unë të falenderoj shumë që të pata sot një intervistë në Real People. Tani, ti do t'i thuash në qik njerëzve të bëjnë subscribe aty të kanali imi YouTube-it? Si të them? Subscribe. Bëni Thuaj dhe një. Ore ti, bëj subscribe, thuaj. Bëj subscribe. Bravo. Se ti unë të pyeta tani për kanalet e YouTube-it, dhe aty ke bëj subscribe të kanali, bëj edhe atë zilen, edhe çdo intervistë del aty. Po. Tjetër, për Azbiun, çfarë duhet keni parasysh? Ne kemi beqar, single. Kështu që me një fat i mirë. Faleminderit. Ha? Si dihet? Si e ke në Instagram emrin? Azbi Turku. Azbi Turku. E ke bashkë? Po. Pa në një viza, pika, që janë këto? Jo, me bashkë. Ma e më qikë ta shikoj? Ta kontrolloj. Prit njerë ta shikoj, ta kontrolloj. Aty. Se... Dhe të shkruaj në Instagram. Kush? Jo, së ndjek asgjë. Sa e hapa direkt lajmi i parë të doli. Qa doli? Një lajmi. Po, e ka Azbi pik 220. Shtu e ke emrin. Tani ta kontrolloj qikë ndjekun se ky kush e di ndjekë... Së ndjeka këto personazhet publik. Së ndjeka si nga këto personazhet publik? Ja. Po gjitha vajza i pasin që... Po djalja vetëm që duat. Po miro, ndjek njeriu edhe një figurë publike, një politikana, një... Ka ndjekim Ramsin e? Po edhe mund të ndjekësh. Për ndjekur e shëje? Nuk e ndjekë, me kë jeti? Une? Ti e në kufi me Skraparlintën, ti më duke se e me Ilir Metën. Jo, po me këja. Mos njëri, se të janë... Me Berishën. A një që farë asë në njëri. Mos je me Lapajn. Asë në njëri nuk se që të gjithë nuk janë ata asë njëri për punë. Që do ata hajdu të gjithë. Njëri më hajdu të se tjetë, më mashtru se... Po mirë të bëju një pyetje, po të kishe qenë ti kryeministër, cili do kishte qenë ndryshimi i parë që do kishe bërë? Vërtetën. Do kisha bërë për vendin o për njerëzit, për popullin. Të thjeshtë, rrugë, gjërat, pakën fshatë, atë gjë duan rrugë, të shkreperve të rruga skandal. S'do kishe marrë ti para? Do merja, po jo sa shmajnë ata. Edhe ti do merje? Po të gjithë do marrë, dhe ti edhe unë po të vesh, po jo? Pse do marrësh? Po jo si shmajnë ata. Që ta vetëm vjetin, nuk investojnë në gjë. Po pse kështu më Azbi duhet marrësh patjetër? Njeriu ndoshta edhe nuk... Babai yt ka marrë ndonjëherë para? S'ka të treguar gjë. Është korruptuar ndonjëherë babai? Po çfarë do korruptojnë ata me medelet? Po mirë, po në kohën e komunizmit ndonjë gjë kështu. S'ka bërë asgjë. Po Burg ata se ishte për ndjekur. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.